Fenomeni shqiptar Rita Ora, që nga paraqitja e saj e pare deri në ditët e sotme, arriti të krijojë me miliona fansa anë kënd botës. Përveç muzikës, ajo arriti të bëjë edhe fytyrë e shumë markave të njohura të modës. Në vazhdim ju sjellim një material enkas për të, që nga fillimet e saj e deri tek ditët e sotme. Shikim të këndshëm. Fenomeni global, senzacioni më i përfolur në mediat botërore, ambasadorja më e madhe shqiptare, mban vetëm një emër. Rita Ora! Rita Ora, dikur një emër i panjohur, ndërsa sot ajo ka vullosur suksesin e saj në historinë muzikore. Got you in my dreams since I was a baby. Arritjet e saj tronditën themeljet e skenës muzikore. Kom kajt. Rita Ora u bë emri më i përmendur, më i përfolur e më i dashur për miliona e miliona njerëz anë mban botës. Se posedonte talent për një artiste, ajo vërej që në moshë të re. Nuk ka dasht. I vjen keq. Hera e parë që ajo ka prekur skenën, ishte roli i saj në filmin Spifs. Por prap, muzika ishte ajo që i flante në shpirt, që nga fëmijëria, Rita ishte një pjesëmarrëse e rregullt në për festivale të vogla shkollore. Derisa bëri hapin më të madh në atë kohë, ajo vendosi të marrë pjesë në audicionin e Eurosong të Anglisë. Edhe pse u pranua, u lavdërua e u cilësua si njëra ndër konkurrentet më të mira, diçka brenda Ritës e ndaloi. Në fazën e fundit, Rita u tërhoq. Ajo nuk ishte gati për të bërë një hap të tillë. Çelësi suksesit për të, më në fund arriti. Pranimi i saj në familjen e ngushtë të Rock Nation ishte ajo që i duhej Ritës. Nga kjo ditë, gjithçka në jetën e saj ndryshoi. Për një kohë të shkurtër, emri i saj u bë një sensacion. Thank you. Who do you have with you? I have Miss Rita Ora. Hello. Kush është shqiptarja e parë? Ishte viti 2012, kur ylli po sa lindur preku skenën. Kënga e saj në bashkëpunim me DJ Fresh ishte prezantimi i saj në botën muzikore. Për muaj të tërë, kjo këngë qëndroi në vendin e parë në top listat angleze, kështu duke bërë që e gjithë bota të kthente syt nga titulloi Ora, ajo u nominua në Best UK, Best New Artist dhe Push Artist në MTV Europe Music Awards. Pas suksesit marramendës me albumin e saj të revistave të modës, e duke pozuar për magazinat më të njohura globalisht. Kompania e këpucëve Superga për kampanjën pranverë të vitit 2013 punsoi yllin, duke bërë që Rita të shfaqej anë kënd botës. Vera e po këtij viti e zuri Ritën në një tjetër kampanjë. To be handpicked by Madonna, our icon. Legjenda e pop muzikës Madonna për linjën e saj më të re të veshjeve përdori Ritën, e cila përshtatej më së miri me stilin e saj unik. My Material Girl photo shoot is a wrap! Thank you so much! Personaliteti i saj i harreshëm bëri që kompanitë e mëdha botërore të dashuroheshin me të. Ajo bë pjesë shumë kompanive si dhe markës Rimmel, ku Rita prodhoi për herë të parë linjën e make-upit që mbante mbi shkrimin Get the London Look. Bravo! It's the London look. Mikpritja që i bëri shtëpia e saj, bëri që Rita të memorizonte këtë ardhje në kujtimet e saj për gjithmonë. Si një ambasadore e vërtet, gjithmonë në mbështetje të vendlindjes, e duke mos e harruar as për një çast të 3 vjeçar, që disa kohë është në lidhje me DJ-n e njohur Calvin Harris, me të cilin bashkëpunoi edhe